nëse në bashkitë e tjera ishte lançuar fushata muajin përpara ku ish kryebashkiakët ishin deputet, në Vlorë kjo ishte një fushat gati 3 javë. Por unë nuk e shikoj që u përmbytën rrugët dhe kjo ishte arsyeja që kjo është ironia që edhe pse keni 20 vjet që menaxhoni ju Vlorën, edhe pse ditën kur zgjidhesh ju, qyteti ishte i përmbytur, sërish vlonjatët votuan për ty. Kjo është logjika. Ky është konkluzioni juaj. Jo, ky është konstatimi i asaj që pan gjithmonë, po s'është konkluzioni im. Pa ajo që thua ti që votuan vazhdimsinë, unë ju thoni votuan vazhdimsinë, unë them ata që ishin administratë votuan vazhdimsinë e rrugës vet. Kjo patjetër që është e vazhdimësia. Përgjigjet zoja Mersini se ka vështirësi se është online, Po nga që dëgjova për saktësinë për ne që jemi në Tiranë, sa ta Vlorë kanë më të qartë. Administratës është një refren që dëgohet prej vitesh, edhe asnjëherë me argumenta dhe me fakte, sepse në kutitë e votimit nuk është drejtuar administrata. Al përmbytja e rrugës Vlorës nuk është argumente? Jo. Unë nuk di se si e nxjerrni argumentin juve, por nga pamjet që transmetuam me video, me zë me figurë, të ujit që rrithën nëpër qytetin e Vlorës sipas qefit. Pasi kemi bërë lindje urbane, kemi investuar lart e poshtë, kemi hedhur miliona se kemi pas dhe kryeministrin deputet, kur vjen puna sërish të ujë nëpër rrugë bashkë me tjerat. Bashkë me peshqit kaf. Ta dëgjojmë pak zonjën Mersini, se është larg edhe fenomeni ndryshimit kushteve klimaterike. Nuk është problemi dhe nuk e di ku është argumenti që ju bën kaq shumë për të qeshur kjo. Zonja Mersini. Argumentat tuaja janë qeseratje, por unë nuk u aktheva me këtë monedë. Zonja Mersini, ju thatë që një nga arsyet ishte mungesa e garës. Ka vënë një këshill, e keni marrë mandatin, nuk keni nevojë të këpusni kopaçe pa mbarim tani. Nuk ishte ajo, ishte një replikë. Nuk ka arsye një gazetar që mund të ketë humor në studio. Jo, humori im nuk i prish punën askujt. Po kopaqet e tua vallaj kanë kohë për qytetarët e Vlorës, se pastaj pas një viti e gjysmë i bie ta ndërpresin prap mandatin, e të vëmë një tjetër. Kaq kisha. Në rast do nxjerrë dhe përgjigje dhe konkluzonet, më fal, po era më pas keftu kohë. Jo, zonja Mersini, ju thatë që një nga arsyet e fitores ishte dhe mungesa e kandidatëve të opozitës përballë. Dhe unë do t'i pyes ata kur t'i kem, kur t'lidhem pra me ta. Nuk e ndjet fare, nuk i kishit në Vlorë, nuk ndjet fare rivalitetin e tyre? Besoj që ka folur shifrat e kutisë së votimit janë shumë të qarta, në përqindje Partia Demokratike është përfaqësuar me një kandidat të pavarur, pra që nuk i përkiste Partisë Demokratike, po ashtu dhe kandidati i pavarur nuk i përkiste Partisë Demokratike. Okej. Ju e quani të përmbushur zotimin që i bët live kryeministrit në atë podcastin e ti që do të merrni 80% apo ja u prishja i 2%? Unë nuk kam hyrë në garë për 1%, kam hyrë në garë për të marrë besimin e qytetarëve, besimi i cili u shpreh qartë në kutinë e votimit. Mirë, zonja Mersini, keni folur me kryeministrin pas fitores? Kjo është një çështje që nuk i përket panelit, sepse janë komunikime në vazhdimsi. Jo, nëse ju ka uruar për... Unë kam qenë deputete e listës së hapur, që kam marrë mandatin Partisë Socialiste, dhe si njeri politik kam pasur shpeshherë komunikime. Kjo është... Okej, jo, mendova ndoshta ndonjë komunikim për t'ju uruar për fitore, në këtë kuptim e kisha. Unë nuk e shikoj të rëndësishme një urim, sepse urimet janë të gjitha fasha, të gjithë miq, shok, dashamish, përfshirë dhe kryeministrin patjetër. Okej. Zonja Mersini, edhe 2 pyetje të fundit. Ndërkohë, mandati juaj është për të paktën për rreth 1 vit e gjysmë, derisa të vi data për zgjedhjet e tjera që s'do jenë më të pjesshme lokale. Nëse mund të më përmendi 2-3 objektivat tuaja për këtë periudhë të mbetur, pra që ju do drejtoni Bashkinë e Vlorës? Pavarësisht se mandati është një mandat i shkurtër, pesha e mandatit dhe çdo ditë e punës do të jetë si një mandati të plotë. Edhe në vizionin tim jam fokusuar shumë në përmirësimin e cilësisë shërbimit të jetës së përditshme, po ashtu dhe në efikasitetin dhe fitimin e besimit të administratës në qytet, sepse edhe në program, edhe shumë e drejt për drejt, kam pasur gjithmonë në dialogët me qytetarët impaktin që administrata nuk ka qenë efikase, nuk ka reaguar në kohë dhe disa herë në çështje shumë të rëndësishme për qytetin nuk ka treguar dhe profesionalizëm. Dhe mendoj që në drejtim nuk jam vetëm për të marrë vendime, por gjithashtu përfituar besimin e njerëzve dhe për të gjetur dhe përgjigje për të ardhmen. Për të ardhmen. Dëgjoni? Po, ju dëgjojmë, patjetër. Okej. Zonja Mersini, edhe një pyetje të fundit. E keni një
një mesazh le të themi për kundërshtarët që ju kishit në këtë garë, meqense janë online dhe atje dhe i keni virtualisht, ju dëgjojnë. E keni një mesazh për ta? Tani që ka përfunduar gjithçka. Ne jemi të tre njerëz që kemi dhe njohje personale, kemi një rrugtim të përbashkët në jetën e qytetit, të dy janë aktor, dikush nga fusha e biznesit dhe Gjegji vjen dhe nga politika, është antar i Këshillit Bashkiak, edhe shpresoj që komunikimi politik dhe për të ndarë ide për menaxhimin e qytetit është i hapur. I hapur, pra ja shtrini dorën për një bashkëpunim, po them. Ne jemi qytetarë, jetojmë këtë qytet së bashku. Okej, mirë, zonja Mersini, të falenderoj për mesazhin tuaj edhe urime për detyrën e re. Shumë faleminderit.